E katërta. Falcone thoshte, dhe ka bërë shkollë në antimafia me këtë. Ndiq paran që të gjesh mafian. Këtu ndiq votat e deputetëve socialistë dhe të gjesh mafian dhe Edi Rama bashkë. Dhe fundit është kjo. Në shkuptim, ndiq votat. Shif sa vota kanë marrë kandidatë caktuar që marrin nga 20.000 vota. Po pse Arjan doi që nuk ka asnjë ditë eksperiencë politike, doli kandidati më i votuar. 10.000 vota. Ka qenë prokuror, ka eksperiencë politike fare. Dhe ka marrë më shumë se tjerë, çfarë do thotë? 20.000 vota kandidat të cilët kanë marrë 2.000 vota përpara, se ne nuk e dim, dikush që vjen përpara dhe merr po aq, më i votuar nga PS doli një deputet aktual. Më i votuar nga ju doli një prokuror që s'ka pa eksperiencë politike. Dhe të gjithë e dinin Durrës që përplaseshin 2 fraksionet Partisë Socialiste dhe dominoi ai i dhe megjithëse ata përplasen, rezultati doli 8.600 për ata. Po sigurisht që ne kemi bë punë tjetër. Kishte lista e mbyllur ka punu një pjesë e madhe e listës hapur ka punu shumë mirë, po dhe pjesa tjetër gjithashtu.